Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kur të mësoni se çfarë kuron kivi, nuk do mendojeni dy herë për ta konsumuar. Kivi është një frut popullor për shumicën e njerëzve, i cili mund të japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe në balancimin e një sër problemesh. Ai mund të shtohet në sallatat e mëngjesit ose edhe si një frut i konsumuar ashtu siç është. Për disa persona, konsumi i kivit në dietën tuaj mund të sjellë rezultate të shkëlqyera ushqyese në balancimin kundër këtyre shqetësimeve. Konsumi i rregullt i kivit ndikon në shëndetin e përgjithshëm si dhe në sistemin imunitar, në zemër dhe për shëndetin tuaj tretës. Ja disa nga përfitimet kryesore sipas The Site që do të merrni nga konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt. Do të balancojë shqetësimet e trupit dhe do të sjellë rezultate të shkëlqyera në forcimin e sistemit imunitar. Dietologu Alex Turbel thekson se kivi është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, një mikronutrient që luan disa role kyçe për sistemin ton imunitar. Kjo vitaminë thelbësore vepron si një antioksidant i fuqishëm që mund të mbrojë qelizat e trupit nga dëmtimi. Vitamina C e gjetur te kivi mund të rrisë edhe elementët ushqyes. Nga disa qelizat e para që reagojnë në lehtësimin e infeksioneve, raporton Eating Well. Ato shtojnë se ngrënia e një kivi në ditë mundet të sigurojë më shumë se 60% të vlerës së rekomanduar ditore të vitaminës C, e cila ka efekte të agjentëve pozitiv në shëndetin e përgjithshëm, citot Eating Well. Ka ndikime pozitive për shëndetin e zemrës. Përveç vitaminës C, kivi përmban edhe kalium. Dhe dietologja Kate Pederson thekson se vitamina C dhe kaliumi mund të ndihmojnë në dukshëm në uljen e problemeve të presionit të gjakut. Ruajtja e një niveli normal të presionit të gjakut mund të ndikojë në uljen e ngarkesave të përgjithshme të zemrës dhe të arterieve. Do të keni gjithashtu një tretje më efektive dhe më të shëndetshme për organizmin. Kivi është i pasur me fibra dietike të cilat mund të ndihmojnë në promovimin e tretjes së duhur dhe në parandalimin e kapsllëkut. Ai gjithashtu përmban një enzim të quajtur aktidin, në të cilën sipas një studimi të vitit 2022 i publikuar në revistën Foods zbuloi se mund të përmirësojë ndarjen e tretjes dhe disa përfitimeve të mira që merrni nga proteina. Kivi është një frut mjaft popullor dhe shumë njerëz e konsumojnë vazhdimisht atë në përfshirje në sallatave të mëngjesit të pasur me vlera ushqyese. Do ta bëjmë atë një nga produktet më të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm. Sigurisht, kivi përmban lëndë ushqyese mjaft të favorshme për trupin. Të konsumosh 2 kivi në ditë është e rëndësishme për të mbajtur larg disa probleme që mund të jenë kërcënuese për jetën tonë. Kivi është konsideruar si një nga holluesit më të efektshëm, duke rekomanduar formimin e triglicerideve dhe promovimin e qarkullimit. E gjitha kjo barazohet me një sër elementësh shëndetësor. Një studim i kryer nga Departamenti i Ushqimit në Universitetin e Oslos, Norvegji, zbuloi se kivi mund të jetë i dobishëm kundër problemeve kardiovaskulare. Ulëntuesit kanë dalë në përfundimin se konsumi i 2 ose 3 frutave të kivit në ditë për 28 ditë me radhë mban larg problemet e shëndetit të zemrës. Po ashtu, ky frut përmban një dozë të mirë të vitaminës C, që vepron si një antioksidant i fuqishëm që forcon sistemin imun në mënyrë që trupi mund të luftojë problemet. Në fakt, kivi mund të përmbajë thuajse 2 herë më shumë vitaminë C. Një raport tregon se kivi është një burim i lartë i vitaminës C, shumë e rëndësishme për përthithjen e lëndëve ushqyese të rëndësishme. Kivi gjithashtu përmban acid folik, i cili prodhon qelizat e kuqe dhe të bardha të gjakut dhe antitrupat që mbrojnë trupin nga infeksionet. Aktivizimi i enzimave që përmban kivi përmirëson nivelin e metabolik dhe ju ndihmojnë të ndjeheni me energji. Po kështu kivi ju ndihmon që të bëni një gjumë të rehatshëm. Studimet kanë treguar se konsumi i tyre përpara gjumit ju ndihmon që të flini më mirë. Nëse keni probleme me gjumin për shkak të astmës, kivi mund të përmirësojë shëndetin tuaj. Shkencëtarët e Universitetit Kombëtar të Seulit në Korenë e Jugut zbuluan se enzimat të cilat gjenden te kivi reduktojnë kështu problemet të shëndetit dhe përfshin edhe më shumë vlera të shtuara në dobi të organizmit, citojnë ekspertët. Ngrënia e një kivi pas një vakti është e lidhur me tretjen dhe në përmirësimin e një reduktimit të ndarjes së fryrjes së pareatis.
Konsiderohet se fruti egzotik përmban një kompleks unik të cilën ndihmojnë në tretjen e proteinave që gjenden te mishi, qumshti dhe tek peshku. Gjetjet sugjeruan se frutat mund të ndihmojnë edhe veçanërisht për ata që kanë shtrëngime të stomakut, sidomos pas konsumit të ushqimeve të rënda. Përfshirja e kivit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë këto veti dhe për të rregulluar një sër komplikacionesh që i kanosin atij, citojnë ekspertët. Kivi nuk është zgjidhja jonë e parë kur duam të hamë një frut. Megjithatë, përfitimet që ofron janë aq të shumta dhe të rëndësishme sa ja vlen të bëjmë edhe një përpjekje për t'i përfshirë ato në dietën tonë. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa nga të mirat që do të merrni nga konsumi i këtij fruti. Stimulon sistemin imunitar. Kivi është një nga burimet më të pasura të vitaminës C. Vitamina C është thelbësore për forcimin e sistemit imun dhe parandalimin e problemeve. Një studim madje zbuloi se kivi mund të rrisë funksionet e imunitetit dhe të zvogëlojë rrezikun e ftohjes ose edhe problemet e gripit. Ai ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut. Kivi jo vetëm që forcon sistemin imun, por gjithashtu ndihmon për të ulur edhe presionin e gjakut. Në planin afatgjat, kjo mund të nënkuptojë gjithashtu një rrezik të reduktuar nga kushtet që mund të shkaktohet nga presioni i gjakut, si sulmi në zemër e të tjera. Përmirëson edhe përthithjen më të mirë të hekurit. Ushqime të tilla do të luajnë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të shkëlqyera të hekurit, por edhe një element të ulët veçanërisht që mund të ofrojë në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Por nëse hani kivi rregullisht, atëherë vitamina C që përmban nuk do të lërë të humbisni hekurin, por përkundrazi do të lehtësojë përthithjen e tij në organizëm edhe nga ushqime të tjera. Mbron shëndetin e syve. Degenerimi makular është shkaku kryesor i humbjes së shikimit dhe kivi mund të ndihmojë në mbrojtjen e syve. Një studim zbuloi se duke konsumuar 3 racione frutash në ditë, degenerimi makular u reduktua me 36%. Nivelet e larta të zeakanthinës dhe luteinës në kivi duket se kontribojnë në këtë efekt. Ai ndihmon me kapsllëkun dhe detoksifikon trupin. Kivi përmban sasi të konsiderueshme të fibrave të cilat ndihmojnë në luftën kundër kapsllëkut, largojnë toksinat nga zorra e trashë dhe përmirësojnë gjithashtu sistemin tretës në organizmin tuaj. Kivi është një frut tropikal që përmban kalium, folat, vitaminën C dhe vitaminën E. Ky frut ofron përfitime të shumta si ruajtja e shëndetit të zemrës dhe tretja më e mirë, që mund të rrisin edhe elementet mjaft të mirë kundër problemit të gurve në veshka. Nutricionistja Lauren Mitchell thotë se konsumi i ushqimeve të pasur me kalium të tilla si kivi mund të ndihmojnë në rritjen e kaliumit, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e natriumit, presionit të gjakut, rrahjet të zemrës dhe ekuilibrave të ujit. Përveç kësaj, kivi është mesatarisht i lartë në fibra, gjë që kontribon në shëndetjen e zemrës. Përfshirja e shumë fibrave në dietën tuaj ka përfitime të vërtetuara në reduktimin e kapsllëkut edhe në ushqyerjen e mikrobiomës së shëndetshme. Një studim i vitit 2010 zbuloi se një enzim tek kivi, e quajtur aktidin, ndihmon në shpërbërjen e proteinave dhe në traktin tretës mund të japë rezultate të shkëlqyera ushqyese në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Kivi është i pasur me antioksidant, lutein, zeakanthin, të cilët luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e syve. Këto komponent janë i vetmi lloj që grumbullohen në retinë. Ato mbrojnë nga dëmtimi i syrit duke i mbajtur qelizat të pastra nga radikalet e lira të dëmshme. Kivi është burim i mirë i vitaminës C, me 56 mg për çdo frut, që është 62% e marrjes së rekomanduar ditore për muskujt, dhe gjithashtu, marrja e vitaminës C në dietën tuaj të përditshme mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve të anemisë dhe përmirëson përthithjen e ekurit në trupin tuaj. Dhe mos nguroni që ta keni pjesë të rëndësishme të shtuar në dietën e përgjithshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të keni në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.